Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët, mirë se po takohemi. Jashtë takimi ynë i 15 me radhë në këtë temë Triangle Message nga Pastor Stefan Born. Sonte është pjesa 2 e The Mark of the Beast apo Damka e Bishës. Ju kujtohet Stefan Born, kemi tregu më herët disa herë. Besoj që ju takohet, ju kujtohet që të në fotografinë e ti që të shihet. Pra, vula e damkës, apo damka e bishës, apo vula e Zotit, cilën do të pranojmë dhe çfarë është, do flasim tani në vazhdim. Pra, si zakonisht, në fillim, dhe kthejmë kështu të shihem për momentin. Dhe ku të qeni ju lutem, përulim kokën të lutem bashkë të kërkojmë ndihmën e Zotit. O Zoti i dashur, ndera lavdia takon ty, faleminderit për fjalën, faleminderit për Biblen, e cila është plot me plot të vërteta. Të lutem o Zot të njihet e vërteta jote për kohën e fundit, që është shumë e rëndësishme, cilën jem duke ecur me hapa të mëdhenj. Bekoj na udhëheq, na udhëzon, na mbron, na prin, na bekoj familjet tona, bekoj të gjitha ata që do ta dëgjojnë tani, por edhe më vonë në media, në cilën do platformë, ne dorëzojmë durë tua. Bekoj na udhëheq, na mëson, na udhëzon, folna, përmisona e përdorna. Në emrin e Atit, Birit, Frymës së Shajt për gjithmonë. Amen. 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 Pra, e kthejmë atje që të shihet, përshëndetje nga unë e kështu live këtu, dhe ja, fotografia mjaft e madhe që mund të shihet, pra është fjala e Zotit dhe ne pa humbur kohë hymë në temën, tema numër 15, saktësisht mësimi numër 15, pjesa e dytë nga 14 që kishim herën e kaluar, shenja apo damka e bishës, çfarë kemi të Danieli 7, sekvenca e fuqisë, kemi ato 4 mbretërit, Luanin, i cili paraqet mbretëri babilonase, e cila filloi nga 605 deri 539, pastaj mbretëria e dytë, medianët dhe persianët nga Ariu, nga 539 deri te 331, Leopardi, mbretëria e tretë, nga 331 deri 168, Dragoi, Roma pagane, e cila filloi mbretërinë e saj 1168 deri 476 të erës sonë. Pra, këtu kemi fillimin e erës sonë, 10 brirë të Romës të ndarë, 476, 538, briri vogël, Roma papale, e cila e pat dominimin për 42 muaj apo 1260 ditë, e cila filloi nga 538 deri 1798. Pra, kurse Danieli 7:25 thot vargu i njohur, ai do të flas fjalë pompoze kundër shumë të lartit, do të përpjek të përndjek shejtrorët e shumë të lartit dhe do të synoj të ndryshoj kohrat dhe ligjin. Atëherë shenjat, shejtorët do të japin në duart e tij për një kohë, kohra dhe gjysmë kohë, thot Danieli 7:25, dhe ju e dini në historinë e njerëzimit, personi i cili ka pas pothuajse më shumë të respekt nga çdo kush tjetër, ishte deri në vdekjen e tij njeriu më i respektuar dhe admiruar në planet, pa dyshim ishte Papa John Paul II. Papa John Paul II, i cili ishte i vetmi pap, saktësisht njëri prej papëve dhe në kohën e tij, i cili nuk kishte origjinë italiane, por ishte polak, dhe me 31 maj të 1998, ai botoi letrën apostolike Dios Domini, e cila u shkrua kryesisht prej udhëheqësit fetar të Kishës Katolike Romake,
Çfarë kishte për të thënë ai për sabatin, shtunën dhe të dielen? Cili është qëndrimi i tij dhe çfarë shkroi? Do të kemi disa citate, paragrafe sonte këtu. Ajo do të ndaj me ju tani dhe nuk ka, ajo që do të ndaj, thot Pastor Borni, nuk ka të bëj fare me John Paulin dytë si person, thjesht do të krahasoj, thot Pastor Stefan Borni, atë që thot letra e tij apostolike në atë që thot Biblia. Do të mbajmë diskutimin në një nivel teologjik, jo personal. Pra, cilat janë ato çështje teologjike e jo personale sa i përket kësaj. Sipas Biblës, cilën ditë e bekoi dhe e shëtroi Perëndia dhe cila ditë është dita e Zotit. Sikur të kishim pas kohë këtu, kishim pas shumë shka të flasim, por sepse Biblia është shumë e qartë dhe të urdhërimet, Jezusi ka thonë nëse më doni zbatoni urdhërimet e mia dhe nuk ka ndryshim të ligjit. Ajo çfarë është shkëput ligjit ceremonial, po jo edhe ligji moral, që disa e kanë keq kuptuar, çka është një jo e vërtet shumë e madhe. Biblia thot se Perëndia bekoi të shtunën ditën e 7 dhe e bëri të shenjtë. Gjithashtu thot se Jezusi është Zot i së shtunës, ditës së 7. E shtuna u vendos para se të ekzistonte ndonjë hebre dhe adventist gjithashtu dhe para mëkatit. Është dhënë para racës njerëzore. Pra, e shtuna nuk është dhënë hebrenjeve, sepse disa këtu i përzin gjërat, duke thënë se e shtuna është e hebrejnëve apo e adventistëve e neve si protestant, që është karakteristik dita e 7. Kurse zbulesa, së vardën Zanafila, 2:2 thot në ditën e 7 Perëndia mbaroi veprën e tij që kishte bërë dhe pushoi ditën e 7 nga gjithë vepra e tij që kishte bërë. Vargu i 3, pastaj Perëndia bekoi ditën e 7 dhe e shëtroi atë sepse në të pushoi nga gjithë veprat e tij që Perëndia kishte krijuar dhe bërë. Pra, e kujt është shtuna? Perëndia i dha shtunën ditën e 7 njeriut. Ai nuk ishte asnjë komsi, asnjë përkacion të religionit. Kurse në zemër të 10 urdhërimeve, 10 urdhërimet, të cilat Zoti 2 pllaka guri i shkroi me dorën e vet dhe ja dha Mojsiut, tek Egzodi e shkruar në Bibël, kapitulli 20, vargu 8 deri në 9 thot: Mbaje mend ditën e shtunë për ta shëtruar, për ta mbajtur të shenjtë. Gjatë 6 ditë do të punosh dhe do të bësh gjithë punën tënde, por dita e 7 është e shtuna e Zotit Perëndis tënd. Në të nuk do të bësh asnjë punë, as ti, as biri yt, as bia jote, as shëptori yt, as shëptoria jote, as baktia jote, as i huaji yt që është brenda portave të tua, sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e 7 ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shtunë dhe e ka shëtruar atë. Dita shtunë është dhënë si përkujtim more e krijimit. Pra, e adhurojmë krijuesin, Atin, Birin, Shpirtin e Shenjtë. Zoti Jezus dhe Jezusi ka thënë shtuna është bërë për njeriu, vargu tani është pikrisht në radhë. Marku, kapitulli 2, vargu 27-28, Jezusi është duke folur dhe thot dhe u tha atyre, e shtuna u bë për njeriun dhe jo njeriu për të shtunën. Prandaj biri njeriut është Zot edhe i së shtunës. Ashtu sikur e të gjithëve ditëve tjera, Jezusi është Zot edhe i së shtunës, sikur ditëve tjera. Por të shtunën e veçoi, bekoi dhe shëjtroi. Dhe tek Isaia, që është ungjilltari i Dhjatës së Vjetër, Isaia 58, 13-14 thot: Nëse largon këmbën tënde nga e shtuna, nga kryerja e kënaqësisë sate në ditën time të shenjtë, dhe e quan të shtunën një kënaqësi, ditën e 7 të shenjtë të Zotit të nderuar, dhe e nderon atë pa ndjekur udhët e tua,
pa gjetur kënaqësinë tënde, pa folur fjalët e tua, atëherë do të kënaqesh në Zotin. Pra, ja pak Papa John Pauli, që e përmend pak më herët, ai i thot, ja t'i shohim qëndrimet e tia, edhe që tham pak më herët që është njëri prej personave më të respektuar në, respektuar dhe admiruar në planet, pa dyshim pra është Papa John Pauli. Dhe do i marrim disa citate që do t'i shtjellojmë. Pra, Papa John Pauli II, në letrin e tij Dios Domini me maj 31 maj të vitit 1998 nga profesori teologjisë Samuel Bakioki, paragrafi 14 thot: prandaj në radhë të parë e diela është dita e pushimit sepse është dita e bekuar nga Zoti dhe e bërë shajt prej tij, e veçuar nga ditë tjera për të qenë midis të gjithave dita e Zotit. Thot Samuel Bakioki në librin e Dios Domini. Dhe vazhdon citati, nëse Pauli ose ndonjë apostull tjetër do të ishte përndjekur të promovante braktisjen e së shtunes, një institucion njëmiveçar i rrënjosur thellë në vedijen fetare të popullit dhe miratimin në vend të respektimit të së dielës, do kishte pasur kundërshtime të konsiderueshme nga ana e të krishterëve hebrejnë, siç ishte rasti me rrethprerjen. Pra, Pauli apostull as që i ka rënë në mend të bëjnë ndonjë ndryshim, sepse kishte pas kundërshtime të konsiderueshme pra nga besimtarët. Mungesa e çdo jehone të polemikave të së shtunes të dielës në Vjetën e Re është një provë shumë domethënëse se futja e respektimit të së dielës është një fenomen post-apostolik, thot Samuel Bakioki në librin Thirrja e Papës për respektimin e së dielës, butime e premte me 7 shkurt të vitit 1998. Ja, ky është i nderuari profesor Samuel Bakioki, kisha dëshirë që ta e qesim fotografinë e tij, në My Searching for the Sabbath at the Vatican University. Pra, hulumtimi i tij për ditën e 7 në Universitetin Jezuit të Vatikanit, profesor Samuel Bakioki, i cili tani është i pensionuar profesor i teologjisë të historisë kishtare në Andrews University në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cila është dita që qëndron në zemër të gjithë adhurimit, është pyetja. Dhe vargu themelor që jemi duke e studiu, pothuajse nga fillimi, është zbulesa 14:6, e cila thot: pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte ungjillin e përjetshëm, që tua predikoi banorëve të dheut dhe çdo kombi dhe fisi dhe gjuhë dhe populli, dhe thoshte me zë të lartë: druani Perëndin dhe jepeni lavdi, sepse ora e gjyqit ti erdhi, adhuroni atë që bëri qiellin dhe detin dhe burimet e ujrave. Pra, pyetja, cila është dita që qëndron në zemër të gjithë adhurimit, cila është? Ajo ditë që ka të bëjë me Krijuesin. Pra, është dita e 7. Zoti punoi 6 ditë, ditën e 7 e përkushtoi. Dhe ja, sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e 7 ai pushoi, prandaj Zoti e ka bekuar ditën e Shabatit dhe e ka shëntruar atë. Egzodi 8 është vargu 8 dhe 11, ky është vetëm vargu 11. Pra, Shabat në gjuhën hebrej do me thonë pushim. Dhe vazhdojmë me citatet vërtet paragrafet nga Papa John Pauli II, të shkruara nga profesor Samuel Bakioki. Paragrafi numër 19 thot: lidhja intime midis të dielës dhe ringjalljes Zotit theksohet fuqimisht nga të gjitha kishat e lindjes
dhe të perëndimit. Në traditën e kishave lindore, në veçanti, çdo e diel është armistuar Hemera, dita e lindjes, dhe kjo është arsyeja pse ajo qëndron në zemër të çdo adhurimi. Thot Samuel Bakioki, te thirrja e papës John Pauli II, respektimi i çështjes së ditës së diele me 7 gusht të vitit 1998. Cila është shenja dalluese e popullit të Zotit? Bibla thot se shtuna është shenja dalluese midis popullit të Perëndis dhe popullit të tij. Pse? Ezekieli 20:12 thot, shejtronit shtunat e mia dhe do të jeni të shejt, do të jetë një shej midis meje dhe jush, që të dini se unë jam Zoti Perëndia juaj. Kurse Ezekieli 20 thot, gjithashtu dhash atyre të shtunat e mia me qëllim që të ishin një shenjë midis meje dhe atyre që të njihni që unë jam Zoti që i shejtroj. Pardon, Zoti që i shejtroj. Kurse paragrafi 21 i Papa John Pauli II, nga i shkruar nga profesor Dr. Samuel Bakioki thot, Libri i zbulesës jep prova të praktikës quajtjes së ditës së parë të javës dita e Zotit, që është zbulesa 10. Edhe pse ky emër nuk i ishte aplikuar kur të dielës deri në fund të shekullit të dytë në Ungjillin apokrif të Pjetrit, kjo nuk do të lexohet në kohrat biblike. Ky respektim i së dielës tani do të ishte një karakteristik që i dallonte të krishterët nga bota përreth tyre. Pra, jo që ka mbështetje biblike dhe që Biblia e thot, por që të dallohen prej të krishterëve tjerë, ata e morën ditën e diellit. Kurse paragrafi 30 i Papa John Pauli II, i shkruar nga Samuel Bakioki thot, duke pasur parasysh shumë kuptime dhe aspekte të saj, si dhe lidhjen e saj me vetë themelet e besimit, festimi i së dielës së krishterë mbetet në prag të një mijëveçarit të tretë, një element i domosdoshëm i identitetit ton të krishterë. Pyetja, ku e ka vendosur Zoti vulën e tij? Çfarë thot Zoti? Biblia thot se e shtuna është vula e Zotit. Ajo ka 3 elementet e nevojshme për një vule. Cilat janë ato? Ishte gjithashtu vule e vendosur në fund, jo në fillim, që Zoti vendosi në javën e krijimit për të identifikuar se kush ishte krijuesi. Pra, vula e Zotit është e shtuna. Dhe këta e kuptojmë menjëherë tek Zanafilla, kapitulli 2. Pse? Pse nga e dim, nga mund të jem të sigurt se është ajo, që për tjetë një vule duhet të ka emrin, titullin dhe territorin. Si dita e shtune e përmbush këtë? Sepse ka emrin. Cili është emri? Emri është Zoti Perëndi. Kurse cili është titulli? Titulli është krijuesi, veprimtaria e tij është krijuesi. Pika 3, cili është territori i veprimtarisë së tij? Territori i veprimtarisë së tij është qielli dhe toka. Këto elemente e ka vetëm urdhra 4 dhe asnjë tjetër. Andaj dita e shtune është e vula. Dhe vazhdojmë me paragrafet, citatet nga Papa John Pauli II, Dios Domini, e shkruar në vitin 1998. Paragrafi numër 7 thot, e diela është një ditë që është në zemër të jetesës krishtere, thot Samuel Bakioki. Kurse çfarë thot Biblia? Cila është dita mbi gjithë ditët e tjera? Biblia thot se shtuna qëndron mbi çdo ditë tjetër të javës, është e vetmja ditë që ka një emër dhe ka një numër, që është e vetmja ditë që Perëndia e quan të tijen, dhe shtunja dhe vetmja ditë që Perëndia nuk dërgoi mana, duke e vendosur kështu mbi çdo ditë tjetër. Kurse përkundrejt kësaj janë citate tjera
që po i numrojmë tani këtu. Citati paragrafi 23 nga Papa John Pauli II, nga libri i tij, thotë Shën Augustini vëren njërën nga tjetri. Prandaj, edhe Zoti ka vënë vulën e tij në këtë ditë të diele, që është dita e tretë pas pasionit, thot Samuel Bakioki. Kurse paragrafi 25 thot, në fakt e diela është dita mbi të gjitha ditët tjera që i thret të krishterët të kujtojnë shpëtimin që u është dhënë atyre në pagzim dhe që ka bërë ata të rinj në Krishtin, thot Samuel Bakioki. Kurse çfarë thot vërtet Biblia? A kishte ndonjë lidhje me ditën e diellit pagane? Kjo. Paragrafi 55 thot, i bekuar qoftë ai që ka ngritur ditën e madhe të së dielës mbi të gjithë ditët tjera. Kjo është e njëjta gjë ashtu që edhe populli hebrej derisa ishte në Asiri, që lexojmë tek Ezekieli 8:16-17, i cili thot, kështu ai më çoi në oborrin e brendshëm të shtëpisë së Zotit midis popullit të Perëndis dhe atje në derën e tempullit të Zotit midis portikut dhe altarit. Ishin rreth 25 burra udhëheqësit e popullit me shpinë nga tempulli i Zotit dhe fytyrë nga lindja dhe po adhuronin diellin në lindje. O bobo, çfarë është kjo? Pra, për shkak mosbindjes dhe adhurimit të idhujve, Babilonasit i kishin rrethu dhe qunë në mbretërinë e tyre. Pas asaj kur erdhi mbretëria tjetër, hebrejët, një grup i tyre, madje ishin edhe udhëheqës, thot nevria më e madhe ishte se udhëheqësit fetar po adhuronin diellin. Pra, pardon, na falni pak për fytin, për zënin. Udhëheqësit fetar hebrejn po adhuronin diellin. Pse? Sepse popujt ku ata jetonin për momentin, pra nuk ishin në Izrael, për ishin Babilonim, asasaj kjo prendja tjetër, i Medo-Persianët, e adhuronin diellin, sepse ata ishin pagan. Në vend që hebrejët ju flasin edhe prezentojnë, e njohin me Zotin e gjallë, Zotin e vërtet, Zotin e Mojsiut, e Abrahamit, e patriarkëve, ata disa prej tyre madje udhëheqësit fetar filluan t'i marrin adetet e popullit ku po jetojnë dhe adhuronin diellin. Në të kundërt, ata që psheretitnin dhe qanin për shkak të atyre neverive marrin vulën në ballë. Pse? Por një grup e popullit që ish besnik, kur e panë që çfarë bëjnë udhëheqësit fetar, neveri, duke adhuru diellin e jo krijuesin e diellit, pra jo Zotin, Jahve, Jezusin, atin birin dhe shpirtin, ata qanin dhe psheretinin për shkak të neverive dhe këta ishin ata që morin vulën në ballë. Pse? Sepse mbeten besnik Zotit krijues, duke mos i pranu idhujtarit e popullit ku ata jetonin. Jerusalemi u shkatrua sepse sabati e shtuna u përdhos dhe u bë e pashenj. Pra, ata adhuronin diellin, adhuronin mbretin Babilonasin, gjarpërin, këtu peshenin në mur, shkopi, kryqi faraonit me kokë të poshte, që janë të gjitha pagane. Pra, hebrejët, vend që të janë të fortë në Zotin, e t'i kujtohen ati, e t'ju prezentojnë, t'i njohin me Zotin e vërtet, ata u bën sikur edhe vetë populli ku jetonin. Paragrafi 27 i Papa John Pauli II, Dies Domini, i këtij libri nga profesor Samuel Bakioki, thotë intiuta e mençur baritore i sugjeroi kishës kristianizmin e nocionit të së dielës si dita e diellit. E diela ashtu siç e ka edhe emrin, pra dita e përkushtuar me diellit, por jo krijuesit
Ne duhet të adhurojmë krijuesin e jo krijesat, as diellin, hënën apo çka do tjetër. A është e njëjta gjë të adhurosh diellin siç është të adhurosh ditën e diellit? Në parim është e njëjta gjë. Në fakt, mund të vërtetohet historikisht se e diela hyri në kishën krishtere përmes paganizmit, si shumë festime të tjera krishtere. Në fakt, Konstantini e quajti atë dita e nderuar e diellit. Kishat katolike romake janë të mbushura me shpërthime dielli kudo mbi kokat e shejtorëve, në forma arole, në altare, në dritare me xhama të njëllosur, në vepra arti, kupa në veshje. A duhet të garantohet nga legjislacioni civil? Tabela e parë e ligjit thot se duhet t'i bëjmë adhurim vetëm Zotit, e jo krijesave e krijimit, as kujt tjetër. Qeveria nuk duhet as të vendosë respektimin e një dite pushimi dhe as të ndonjë ushtrimi të lirë të saj sipas amandamentit të parë. Kurse Jezusi tek Mateu 22, vargu 21 thot, dhe ai u tha atyre, jepjani pra Cezarit gjërat e Cezarit dhe Perëndis gjërat e Perëndis. Nderoni shtetin derisa nuk bjen në ndesh me ato çka i takon të shtetit, tatimin dhe të gjitha ato obligimet qytetare duhet t'i përmbushim. Por jo ato çka janë në lidhje me Zotin, sepse Perëndis duhet t'i japim gjërat që i takojnë atij. Vazhdojmë me citatet e Pap John Pauli II nga libri Dios Domini, të botuar në vitin 1998. Paragrafi 66 thot, Papa Leo i 13 në enciklopedinë e tij Rerum Novarum foli për pushimin e së dielës si një të drejtë të punëtorit që shteti duhet ta garantojë. Ai citon vargjet që thonë se Jezusi u ringjall ditën e parë të javës, se i u shfaq 2 dishepujve në rrugë për në Emaus, 11 të mbledhur në dhomën e sipërme dhe 1 javë më vonë dishepujve të mbledhur në dhomën e sipërme. Dita e Pentakostit, kur erdhi fryma shejt, do të ishte rënë gjithashtu të dielen. Megjithëse Biblia nuk e pohon këtë në mënyrë të qartë. Ai i referohet e paras Korintas 6:2 dhe veprave 27:12 dhe zbulesës 1:10. Në asnjë prej këtyre vargjeve nuk thuhet që duhet mbajtur dita e diellit e shejtrohet, sepse ajo ishte e qartë qysh më herët. Pra, nga dhjata vjetër edhe vetë Jezusi, i cili tha, e shtuna nuk ka marrë ta ndryshoj ligjin, se asnjë pikë e presje nuk do të ndryshoj derisa qielli dhe toka qëndrojnë. Kurse paragrafi i 6 në të njëjtin libër nga profesor Samuel Bakioki thotë, duket më e nevojshme se kur të rikuptojmë themelet e thella doktrinale që qëndrojnë në themelet të parimit të kishës. Duke mbajtur atë ne ndjekim gjurmët e traditës së lashtë të kishës, thot profesor Samuel Bakioki. Por askund nuk thuhet se dita u bë e shenjtë dhe e bekuar nga Perëndia, ose se ne duhet të festojmë atë, ose se duhet të shkojmë në kishë atë ditë. Një lexim i kujdesshëm i dokumentit zbulon se nga erdhi ai pretendimi se ndryshimi. Paragrafi 27 thot, reflektimi i krishterë dhe praktika baritore e ndryshuan atë. Kurse paragrafi 63 thot, të krishterët të thirrur siç janë për të shpallur çlirimin e fituar nga gjaku i Krishtit, ndjen se kishin autoritetin për të transformuar kuptimin e sabatit në ditën e ringjalljes. Edhe që Zoti nuk na e tha askund, madje as apostujt, asnjëri. Paragrafi 81 nga Papa John Pauli II
e shkruar nga profesor Samuel Bakioki thot: pasuritë shpirtërore dhe baritorit të së diellis, siç na janë transformuar nga tradita, janë vërtet të mëdha. Ja, ky është i nderuari profesor Samuel Bakioki në My Searching for the Sabbath at the Vatican Jesuit University, profesor Samuel Bakioki, i cili tani është pra i pensionuar profesor i teologjisë, historisë së kishës në Andrews University në Amerikë. Kurse Ellen G. White në librin The Great Controversy faqe 53 thot: krye mashtrimi nuk e kishte përfunduar punën e tij. Pardon, krye mashtruesi nuk e kishte përfunduar punën e tij. Ai ishte i vendosur të mbledhte botën e krishterë nën flamurin e tij dhe të ushtronte pushtetin e tij nëpërmjet zëvendësit regjinit të tij, papës krenar, që pretendonte se ishte përfaqësuesi i Krishtit, Vicarius Filii, që kemi fol pak më herët, është tema numër 13, kjo është e 15-ta, e tëra e kushtuar i kësaj, Vicarius Filii. Ky është pra citati nga ky libër dhe ne kemi një lajm të mirë që i kemi ributu edhe 22.000 kopje të reja, pra kemi numër të mjaftueshëm për të gjithë ata që janë të interesuar. Dhe vazhdojmë citatin nga Konflikti i Madh në faqen 53, i cili thot: nëpërmjet paganëve gjysmë të konvertuar, prelatët ambicioz dhe klerik do të donin botën që ai arriti qëllimin e tij. Her pas her u mbajtën këshilla të gjëra në të cilat u mblodhen dietarët e kishës nga e gjithë bota. Në pothuajse çdo këshillim, sabati e shtuna që Perëndia vendosi u ul pak më poshtë, ndërsa e diela u lasua në mënyrë përkatëse. Kështu festa pagane më në fund u nderua si një institucion hynor, ndërsa sabati e shtunja biblike u shpall një relike e judaizmit dhe vazhduesit e saj u shpallën të mallkuar. Pra, Ellen G. White, Konflikti i Madh, faqe 53. Dal nga dal e shtunja u përdhos, kurse e diela, dita e kushtuar diellit, filloi të adhurohet. Vërejtje mbi Danielin 3, që është paralel me zbulesën 13. Çka kem te Danieli 3? Te Danieli 3 kem një problem të madh shtetëror, religjioz dhe politik. Çfarë ishte ai? Adhurimi statuteve, statues të cilën mbreti kishte ngritur, e cila ishte kundër 10 urdhërimeve. Adhuruesit e diellit, demizionet e shëmbëltyrës ishin 60 herë 6, dhe ky nuk është numër i rastishëm. Danieli 3:1 thot: mbreti Nebukadnesar bëri një shëmbëltyrë prej ari, lartësia e së cilës ishte 60 kubit dhe gjërësia e saj ishte 6 kubit. Ai u ngrit në atë fushën e Duros në provincën e Babilonisë. Dhe pyetja thelbësore ishte kujt do t'i përulemi. Ashtu si kur djemt besnik, të cilët nuk ju përulen kësaj statue, të cilën e kishte bërë mbreti, që kishte pa ëndër, ju kujtohet kjo, lexoni te Danieli, kapitulli 2, pra me figurën e tij, por ajo se çfarë ai kishte pa, ishin metale të ndryshme, kur ai e bëri, vetëm koka ishte e arit, argjentit, bronzit, hekurit dhe këmbët algjir përzire me hekur. Kurse këta djem vendos duke e ditë urdhërimet e Zotit, mos ndërto figura dhe mos ju përulli dhe mos i adhuro, ata nuk deshten t'i përulen dhe nuk u përulen. Edhe me qenë se e dinin se dënimi ishte shumë i madh, madje edhe me jetë. Pra, ashtu siç Babilonia, bisha, shëmbëltyra dhe të gjithë kombet, pra bishën e kemi tek
Zbulesa 13, bisha e cila del nga uji, të gjitha kombet dekretuan të adhuronin, dekretet vdekjeje dhe ata që nuk do të adhurojnë do të denohen me vdekje, pra diçka shumë serioze, jo shumë e thjesht, por shumë serioze. Fura e zjarë 7 herë më e nxehtë. Pra e dini që mbreti kishte thënë, nëse dikush nuk do t'i përulit asoj statue që ai ka bërë, do të hudhet në furrë të zjarit, e cila ishte ashtë e ngrohur, nuk e dia për i vëreni këta punëtorët që të punonin dhe hudhnin mbrenda lanë djegse nga nxehtësia, pra u alevanosen dhe u rrëzuan. Me qenë se këta 3 djem nuk u përulen kësaj statue, mbreti hidheruar dhe ministrat e tij e hudhen, duke thënë, a nuk i kemi hudh 3, po si tani po e shoh 4 dhe ky i 4-ti sikur biri i njeriut. Pra ishte vetë Zoti, ishte vetë Mesia i vajosi, ishte Jezusi i cili erdhi në furrën e zjarrt së bashku me besimtarët, me besnikët e tij. Kurse shkojmë pra në mënyrë paralele, mbetja besnike qëndroi para bishës dhe shëmbëltyrës së saj, ashtu si kur këta djemt kanë qëndru, ashtu edhe në kohën e fundit, ata që janë besnik Zotit dhe fjalës së tij, urdhërimeve të tija, nuk do t'i përulen bishës dhe nuk do të marrin vulën e saj. Të mbushur me tërbim kundër atyre që adhurojnë Perëndin dhe zbatojnë urdhërimet e tyre, pastaj do vjen çlirimi, Zoti do gjen forma të ndryshme, të gjithë ata që do t'i përndjekin, pra do të janë të çliruar dhe numri dhe dielli lidhen me këtë. Nëse jo, ajo do të thotë Herodi është i sakt, imazhi peshonte 800 talent ari, që do të ishte ekuvalent me mbi 30 ton, sikur te Danieli kapitulli 3 vargu 1. Sistemi 6 vjeçar e ka origjinin nga Babilona. 60 sekonda, 60 minuta, 24 orë, 360 ditë, dhe 360 shkallë. Këto janë të gjitha që kanë origjinë nga Babilonia. Në mbishkrimin e Nebukadnesori e quante veten adhuruesi kryesor i Perëndisë së diellit. Pra, Nebukadnesori, ky është Nebukadnesori, i cili vërtet ky është djali i tij, po pak më herët, ai që e ka bë këtë statuën. Kjo është fotografia, fytyra e tij. Dhe ishte adhuruesi i diellit. Nëse shumëzojmë 60 herë 6, totali është 360, që ishte një numër shumë domethënës në Babiloni. Ja, e kemi edhe një herë shkurtimisht një përmbledhje. Kjo është ajo që ka Danieli po në kapitullin e 2, dhe truporja që paraqet Babilonin, Medo-Persin, Greqin, Romen dhe Europën e ndarë. Ne jemi këtu dhe adventi, pra pikrisht guri që do të e godit truporën dhe do e themeloj mbretërinë e vet. Edhe pak kohë në Babiloni. 360 gradë dhe 360 ditë që përfaqësojnë ciklin e plotë të kohës dhe rrethin e plotë të hapësirës. Secilës prej 36 perëndive të patentonit sundonte secili mbi 10 gradë hapësirë dhe 10 gradë kohë. Shuma e numrave 1 deri në 36 është 666. Dhe numri 666 njihet si numër i madh i diellit. Të gjithë perëndit u përfshin kështu në këtë numër të vetëm përmbledhës, sepse mendohej se ato vinin nga dielli. Në Babiloni, perandoria e diellit quhej Marduk. Ai mendoi se sundonte absurd i gjithë kohës dhe të gjithë hapësirës. Sistemi priftor Babilonas e shprehu këtë koncept dhe kërkoi mbrojtje nga Perëndi duke mbajtur
amulat ose medalone rreth qafës së tyre. Babilonia pra është një sistem fetar i bërë nga njeriu, nga idhujt dhe nga adhurimi i idhujve e adhurimi i diellit, po jo i krijuesit. Ju lutem, kjo është ndryshimi, jo i andaj Babilonia është kjo ajo të llovia. Medaljonet ishin bërë prej ari të pastër sepse ari është ngjyra e diellit. Në fakt, të lashtët e quanin arin vesa e diellit, nuk është rasti që Isaia 14:4 thot Babilonia quhet mbretëria e artë, dhe se në Danielin 2 Babilonia përfasohet nga koka e artë. Medaljonet ose amulatët ishin rrethore si dielli dhe kishin një gjashtkandësh brendja amulatit. Në anën e sipërme të përparme të amulatit kishte një katror të madh me 36 katror të vegjël brenda. Në secilin katror ishte një numër nga 1 deri 36. Dhe poshtë katrorit të madh ishte numri 666, që është jo rastisht. Pra, luan me krah që përfason mbretërinë babilonase. Në anën e pasme të vulës ose amuletit ishte një luan të tërbuar me krah, luani me krah, me ngjyrë të verë se dielli. Kresha e cilit ishte portretizimi si rrezet e diellit. Babilonia portretizohet si një luan në Danielin 7 dhe gjithashtu në Sfinksa që ishin në secilin prej hyrjeve të qytetit. Ndonjëherë luani përzihej me një gjarpër. Në astrologji luani sundon mbi periudhën më të nxehtë të vitit korrik 23 korrik deri 22 gusht. Romakët morën pjesën më të madhe të sistemit të tyre fetar nga Babilonia, por ata krijuan një sistem të ndryshëm numrash. Ata zgjodhen 6 shkronjat nga alfabeti i tyre latin dhe i dhanë secilis një vlerë numerike. Shuma totale e të 6 numrave është 666. Kështu numri 666 duhet të identifikohet me Babilonin dhe me Romen e quajtur edhe Babiloni, siç thot tek para Pjetrit 5:13. Kështu ata që adhuronin imazhin do të nderonin Babilonin dhe do të adhuronin perënditë e diellit, numri i cilit është 666. Simboli 6 është ai i një kobre që ngrihet nga shpirja e saj dhe në shumë alfabete shkronja. 6 është një pasardhëse e drejtpërdrejt e hieroglifit të gjarprit. Në greqisht shkronja e 6 ishte sigma, që kishte formën e një gjarpëri të spiralizuar. Fjala sigma përdoret në kuptim negativ nga Pali kur thot se mban në trupin e tij sigmatët ose plagët e Krishtit. 2 grupe secili në shenjën e vet. Libri i zbulesës flet për 2 grupe dhe 2 shenja. 2 shenjat janë mënyra se si ne tregojmë autoritetin e kujt punojmë. Veprimi ynë është çështje jete apo vdekje. Vendimi ynë, pardon. Sepse ata që marrin damkën e bishës, do të marrin gjithashtu derdhjen e zemrimit të pasbutur të Perëndis. Pra, kujt do t'i shërbejmë, Perëndisë gjallë apo idhujtarive babilono-romake, cilës duhet të vendosim secili nga ne. Në fillim Perëndia vendosi një pemë në kopsht nga e cila i ndaloi Adamit e Evës të hanin. Çështja nuk ishte një pemë. Pema ishte mjeti me cilin Perëndia mund të vinte në provë bisnikrin e Adamit dhe Evës.
Nëse ata nuk respektonin pemën e Perëndis, ata do të tregonin besnikëri ndaj Satanës. Ju e dini, Adami dhe Eva nuk ju binden dhe hangren nga fruti. Mandej, Jezusi tha që ai do t'ja shkel kokën gjarprit, i cili e mashtroi gruan, e gruaja i dha burrit dhe ai hangri gjithashtu. Pra, në kati ka origjinën nga kopshti e Edenit. Të njëjtat gënjeshtra që janë miku i ka thënë në fillim, ju nuk do vdesni, edhe po do t'ju hapin syt dhe do dini çfarë mirë dhe çfarë keq. Thuaj se këta kanë qenë sy mbyllur, por nuk e kanë ditë se çfarë është keq, kanë ditë vetëm se çfarë është mirë. Edhe gënjeshtra e parë është që e thënë pra nuk do të vdisni. E a kanë vdek? Mirërisht, pa tjetër që po. Gjithmonë thyrja, shkelja urdhërimeve të Zotit sjell pasoja të tmeshme. Nëse ata e respektonin pemën e Perëndis, ata do të tregonin besnikëri ndaj Perëndis. Çështja ishte nëse ata do të pranonin autoritetin e Perëndis apo të Satanait. Çështja është nëse ata do ishin besnik ndaj Perëndis apo besnik ndaj armikut. Andaj ka thonë Jezusi, nëse më doni zbatoni urdhërimet e mia. Këto janë fjalë dhe urdhrat dhe thot paqe të madhe kanë ata që mbajnë urdhërimet e mia dhe tek ata nuk do të rrëzohen dhe nuk do të bien. Ka dy mënyra të mundshme për të shërbyer bishës, por vetëm një mënyrë për të shërbyer Perëndis. Bisha është e gatshme. Ju përshëndesim dhe i herën tjetër, Zoti ju bekoft dhe mirëmbëjtje.